Pasojave më konkrete që vinë si pasojë keq përdorimit të rrjeteve sociale është dëshira për krahasim me të tjerat. Pra është një sëmundje e heshtur, ku njeriu fillon edhe e kërkon vetveten e tij tek veprimet e të tjerëve. Normalisht, terreni i ndjeshëm i rrjeteve sociale na jep mundësinë që të kemi qasje edhe ndaj privatësisë të tjerëve, të cilët me vetë dëshirë i publikojnë ato. Dhe në kuadër kësaj ne kemi prirje për ta kërkuar veten tonë tek ajo çfarë të tjerët posedojnë. Dhe ky është një gabim i madh, për arsye se Allahu i Madhërisht përmes një ajeti të bukur kuranor ja tërhoqi vërejtin edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që të mos e zgjas shikimin tek ajo çfarë kanë të tjerët, sepse kjo nuk është esenca. Esenca është që ne të merremi me vetveten. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. Ti mos e zgjat shikimin o Muhammed tek ajo çfarë kanë të tjerat, prej mirësive që Allahu ka dhënë, e që të gjitha këto të Allah janë zahratul hayati dunya, janë thjesht zbukurimi i jetës kësaj bote. Linaftinahum fi, sepse ato u janë dhënë atyre për t'i sprovuar ata, për t'i vënë provë. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Ndërka shfurnizimi i Allahut ndaj teje si në këtë botë, pashtu në botën tjetër, është shumë më i mirë dhe është i përhershëm. Përmes këtij ajeti kuranor, Allahu dëshiron të na tregojë se ne nuk duhet bëjmë krahasime me të tjerat. Filani paska këtë familje, paska këtë pasuri, dhe kjo është një prej rreziqeve të rrjeteve sociale. Kur fillon edhe robi e krahason veten me çfarë kanë të tjerat, e helmon zemrën e tij, duke mos e vëritur fare. Prandaj Allahu përmes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam na ka dhënë edhe zgjidhjen, edhe ilaçin, sepse nuk flet Allahu për një smundje vetëm se paralisht me të ta tregon edhe ilaçin. Nëse robi bie në këtë smundje të heshtur, atë çfarë duhet bëj? Duhet të shikoj tek ata që kanë më pak, jo tek ata që kanë më shumë. Meqense se ti ke ra prej e këtij kurthi djallëzor, saqë ke filluar ta krahasosh veten me të tjerat, atëherë shikoj ata që kanë më pak se ti. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Shikoni ata që janë më poshtë. Për çdo herë Allahu ta ruan atë modestinë, atë edukatën në raport me Zotin e gjithësisë. Edhe të bën ty mirënjohës edhe falënderues për gjendjen që e ke, për ato që ti posedon. Prandaj thot, shiko drejt atyre që kanë më pak se ti, që kanë mirëqenie ekonomike më të varfër se sa ti, që kanë shëndet më të dobët se sa ti. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum. Sepse kështu ju do t'i ruani mirësitë e Allahut ndaj jush. Pra, varësia nga rrjetet sociale bën që njeriu t'i harrojë mirësitë që i ka. Përpos që i harron, pastaj fillon edhe i lakmon disa mirësi që ndoshta nuk mund t'i arrijë, apo s'paku nuk mund t'i arrijë aktualisht, mbase në të ardhmen dhe mund t'i arrijë, por njeriu duhet t'i përmbahet asaj që e ka.